Donald Trump ka urdhëruar shefat e forcave speciale të hartojnë plane për një pushtim të Groenlandës sipas raportimeve të fundit të The Sun. Ekipi i presidentit amerikan i frymëzuar nga operacioni i kapjes së Nicolas Maduros është i shqetësuar se Rusia ose Kina mund ta pushtojnë ishullin strategjikisht kritik para se SBA ta bëjë një gjë të tillë. Sipas burimeve të brendshme në Washington, këshilltari politik Stephen Miller dhe skifterët e politikave në Shtëpinë e Bardhë po nxisin Trump që ta aneksojë ishullin, pavarësisht paralajmërimeve nga zyrtarët evropian se çdo sulm ndaj territorit danez do të shkaktonte një krizë në NATO. Presidenti ka kërkuar nga Komanda e Përbashkët e Operacioneve Speciale që të hartojë plane konkrete për pushtimin, por shefat e përbashkët të shtabeve po rezistojnë. Ata theksojnë se një pushtim i tillë do të ishte i palishëm dhe jo popullor, duke tentuar ta shpërqendrojnë Trumpin me masa më pak të diskutueshme, si kapja e anijeve fantazëm ruse ose një veprim kundër Iranit. Diplomatët britanik dyshojnë se retorika e Trump mund të jetë edhe një manovër për të shpërqendruar votuesit amerikan nga problemet ekonomike, veçanërisht para zgjedhjeve të mesmandatit. Një lojë lufte e quajtur skenar përshkallëzues po shqyrtohet duke përfshirë veprime ushtarake ose presion politik për të shkëputur Groenlandën nga Danimarka. Burime diplomatike paralajmërojnë se skenari më ekstrem mund të rrezikojë të shkatërrojë NATO nga brenda. Trump ka bërë të qartë se dëshiron ishullin për arsye të sigurisë kombëtare, duke refuzuar të përjashtojë mundësinë e veprimeve ushtarake. Megjithatë, popullsia lokale dhe liderët groenlandez janë të vendosur. Jens Frederik Nielsen theksoi: "Ne nuk duam të jemi amerikan, nuk duam të jemi danez, duam të jemi groenlandez." Ai shtoi se ardhmja e ishullit duhet të vendoset nga banorët e tij. Zyrtarët amerikan po shqyrtojnë gjithashtu një skenar kompromisi ku Groenlanda mund t'i jepte Trumpit akses ushtarak të plot dhe ta mbante larg Rusisë dhe Kinës, ose një ofertë financiare për pavarësi midis $10.000 dhe $100.000 për banor, që do t'i kushtonte SBA-s rreth $5.7 miliardë. Pavarësisht këmbguljes së Trump për prioritetin e sigurisë kombëtare, shumica e banorëve të ishullit, rreth 57.000 vet, duan që Groenlanda të bëhet një komb i pavarur. Sondazhet tregojnë se 85% të anketuarve refuzojnë çdo integrim me SBA dhe vetëm 7% e amerikanëve mbështesin idenë e një pushtimi ushtarak. Ndërkaq Danimarka ka paralajmëruar qartë se çdo veprim ushtarak do të konsiderojë një sulm i drejt për drejt ndaj tyre. Ligji i vitit 1952 urdhëron trupa daneze të reagojnë menjëherë kundër sulmuesve, duke përfshirë përdorimin e armëve për mbrojtje të territorit. Gjithashtu, vendet aleate evropiane si Franca, Gjermania, Italia, Polonia, Spanja dhe Britania kanë rënë dakord për mbështetje të plotë për Groenlandën. SBA ka tashmë më shumë se 100 ushtarë të stacionuar në bazën Pitufik në veri perëndim të ishullit, bazë që funksionon që nga lufta e dytë botërore, por ekspertët paralajmërojnë se çdo përpjekje për të kapur ishullin strategjikisht të rëndësishëm të Arktikut do të ishte alarmante dhe potencialisht katastrofale për marrëdhëniet ndërkombëtare. The Sun raporton se zëvendës presidenti J.D. Vance i ka paralajmëruar udhëheqësit evropian të marrin seriozisht planet e Trump, ndërsa tensioni rritet, ndërsa Shtëpia e Bardhë vazhdon të shqyrtojë mundësitë e pushtimit ose marrëveshje kompromisi.